Kur njerëzit e ngushtë të familjes hynë në dhomën e tij pas largjimit të tij nga kjo botë, gjetën mbi tryezën e vogël pranë dritares një zarf të verdhë nga koha, të mbyllur me 2 shirit ngjitës dhe të shkruar me dorën e tij të dridhur: Mos e hapni para kohe. Brenda atij zarfi ndodhej jo testamenti, jo urdhrimet e fundit, por diçka shumë më shqetësuese. Fletë të shkruara me dorë, emra, data, numra telefoni dhe një kasete audio e vogël mbi të cilën Enver Petrovci kishte shënuar me laps të kuq vetëm këto fjalë. E vërteta që nuk guxuan ta dëgjojnë. Ata që dëgjuan atë kaset, sipas burimeve afër familjes, thanë se zëri i tij nuk ishte zëri i legjendës që kishin njohur. Ishte zëri një njeriu të thyer, të braktisur, të indinjuar deri në palc. Por sipas burimeve afër familjes, kaseta nuk mund të gjendej më. Rrëfehej se zarfi u hap dhe u mbyll sërish nga duar të panjohura. Dhe e vërteta mbeti e varur si tym në ajër, pa formë dhe pa fund. Çfarë kishte vënë ai brenda atij zarfi? Dhe kush, mbi të gjitha, i friksohej përgjigjes. Sepse Enver Petrovci nuk ishte thjesht një aktor. Ai ishte pasqyra e shpirtit shqiptar, fytyra e dhembjes dhe e dashurisë, e trimërisë dhe e butësisë. Dhe ata që e shihnin atë në ekran, shihnin veten e tyre. Për dekada të tëra, ai mbajti mbi supe jo vetëm rolet e mëdha, por edhe peshën e një populli që kishte nevojë të besonte se ekzistonte bukuri, dinjitet dhe madhështi edhe në kohrat më të errta. Dhe megjithatë, ky njeri, ky kolos i artit shqiptar, përfundoi ditët e tij duke luftuar jo me rolin e radhës, por me haresën sistematike, me indiferencën e ftohtë të një shteti që kishte nxjerr aq shumë nga talenti i tij, por nuk e kishte njohur asnjëherë plotësisht vlerën e tij reale. Ishte fundi i viteve 80, kur emri Enver Petrovci nuk thuhej thjesht, shqiptohej me nderim, si të ishte lutje. Nëpër rrugët e Prishtinës, nëpër kafenet e Tiranës, nëpër fsatra ku njerëzit mblideshin rreth televizorëve të zezë bardh, sikur të mblideshin rreth zjarrit, shfaqja e fytyrës së tij në ekran ndallonte çdo bisedë, çdo lëvizje, çdo frymëmarrje. Gratë qarkefshe urazi, burrat, edhe ata më të ashprit drejtoheshin pa e ditur vetë. Sepse kur Enver Petrovci fliste, nuk fliste ai, fliste shpirti i gjithë kombit. Kishte lindur dhe kishte rritur talentin e tij mes kushteve as pak të lehta, duke mbijetuar periudhën e komunizmit jugoslav në Kosovë me atë lloj dinjiteti të heshtur që ja kishte mësuar jeta vet. Teatri i Kosovës, studiot e RTK-s, skenat e improvizuara ku aktori duhej të ishte njëkohësisht artist, psikolog dhe tribun, kjo ishte shkolla e tij e vërtet. Dhe ai e kreu atë shkollë me nota të çmuara. Roli pas roli, filmi pas filmi, ai ndërtoi një karrierë që sot, ku shikohet me sytë e kohës, duket si katedrale, madhështore, e durueshme, e pashembullt. Por çfarë ndodhte pas mbyjes së kamerave? Çfarë ndodhte kur dritat e studios fikeshin dhe Enveri kthehej të vetëm? Bashkpunëtorët e vjetër, disa prej të cilëve flasin sot me zë të ulur dhe kujdes të madh, tregojnë për një njeri me thellësi shpirtërore të pamas, por edhe me plagë të padukshme, plagë që sistemi i kishte lënë me durim dhe qëllim, sikur të dinte se ato nuk do t'i shihte kur kamera. Por megjithatë, dhe kjo është pika ku historia bëhet vërtet e rëndë, ekzistonte diçka tjetër, diçka që shumë pak njerëz e dinin dhe ende më pak guxojnë ta thonë me zë të lartë. Në ato vite kur karriera e tij ishte në kulmin e saj të ndritur, kur emri i tij shkruante audiencë dhe fytyra e tij shiste bileta, diku në sirtaret e zyrave të caktuara, sipas burimeve që ne kemi gjurmuar me kujdes, sipas burimeve të paverifikuara që ne kemi gjurmuar, mund të ndodhej diçka shumë e çuditshme dhe shumë e ftohtë. Një listë, thuhet, e shkruar me makinë shkrimi, me emra artistësh, me udhëzime specifike për redaktorët dhe drejtuesit e programeve, dhe pranë disa emrave, mes tyre edhe emri Petrovci, rrëfehej se ndodhej një shënim i vogël por i rëndë si guri, kufizimi i emisioneve, koordinimi i nevojshëm. Kjo nuk ishte censura artistike, kjo ishte diçka shumë më e errët, ishte kontrolli personal, hakmarrja institucionale, zëri i pushtetit që thot me qetësi, ti nuk do të bëhesh shumë i madh për ta kontrolluar. Dhe Enveri e kishte kuptuar shumë herët sipas njerëzve afër tij, por kishte zgjedhur të heshtë, sepse heshtja dukej si e vetmja armë dinjitetshme ndaj makinës bezdisese dhe të ftohtë të burokracisë. Por si e kishte filluar kjo listë? Cili ishte momenti kur dikush vendosi që Enver Petrovci duhej frenuar? Dhe çfarë kishte bërë ai, ose çfarë kishte refuzuar të bënte për të merituar atë shënim të vogël të ftohtë pranë emrit të tij? Shtatorja e viteve 60 dhe 70 ka qenë këndi i arti kulturës kosovare. Teatri Kombëtar i Kosovës ishte jo vetëm skenë, ishte oazë, ishte frymë, ishte territori i vetëm ku shqiptarët mund të qanin dhe qeshnin lirisht, pa frikë nga censura politike, pa ndjesinë e rëndë të vëzhgjimit të përjetshëm.
Dhe Enver Petrovci ishte zemra e atij oaze. Ai luante role të mëdha me thjeshtësinë e madhe, atribut që i vetëm aktorëve vërtet të jashtëzakonshëm, dhe publiku e ndjente atë thjeshtësi si dhuratë personale. Bashkaktorët e tij nga ajo periudhë tregojnë se Enveri kishte zakonin e çuditshëm por të bukur të mësonte pothuajse gjithë tekstin e të gjithë aktorëve të tjerë të shfaqjes, jo vetëm rolin e vet. Ai donte të kuptonte gjithë botën e skenës, jo vetëm këndvështrimin e personazhit të tij, tregon një koleg i tij atyre viteve. Kjo cilësi e rrallë e bënte atë partner të jashtëzakonshëm, por edhe e bënte të rrezikshëm për ata që kishin diçka për të fshehur. Sepse Enveri shikonte shumë qartë. Dhe ata që shikojnë qartë shpesh bëhen shënjestër. Kishte një kafene të vogël, pothuajse të fshehur, në njëra nga rrugët e ngushta të Prishtinës. Ajo kafene ku Enveri shpesh shkonte pas provave, me pallto të gjatë gri dhe kapel të ullur mbi sy, duke ullur gjithmonë në të njëjtin cep, pranë dritares me xham të mjegulluar. Pronarët e asaj kafeneje, sipas historive që qarkullohen ende mes të moshuarve të lagjes, e njihnin atë si zotërinë e heshtjes, sepse Enveri kur ulej atje nuk fliste shumë, por dëgjonte çdo gjë. Shikonte fytyrën e njerëzve kur hynin, shikonte duart, shikonte se si qesheshin kur mendonin se nuk i shikonte kush. Sipas burimeve tona, kjo kafene kishte edhe një funksion tjetër. Aty Enveri takoi her pas here me njerëz që nuk shfaqeshin kurrë në fotografitë zyrtare, njerëz me mantelete të errta dhe veshtrime ansore, njerëz me të cilët biseda mbahej gjithmonë në zë shumë të ulët dhe mbarohej gjithmonë para se të vinte kamerieri. Kush ishin ata njerëz? Artistë në vështirësi që kërkonin ndihmën e tij, gazetar të friksuar, apo, dhe kjo është pyetja vërtet, ishin njerëz nga ata sirtar, nga ato lista, njerëz që vinin me mesazhe jo zyrtare dhe presion shumë real. Enver Petrovci nuk la shumë shënime të drejtë për drejta, por ata pak që la, dhe disa prej tyre kanë arritur në duart e njerëzve të besuar, tregojnë për një njeri që e ndjente si shtrëngohej rregulli rreth tij, si ngushtohej hapësira, si zëriti artistik fillonte të binte ndesh me dëshirat e atyre që kishin qellësat e dujerve dhe kodet e sistemit. E megjithatë, ai nuk u përku, dhe kjo mbi të gjitha ishte krimi i pafallshëm. Tani mbani mend atë zarf të verdh, atë kaset audio me shkrimin e kuq. Tani mendoni. Mesa sistemi e kishte kufizuar, nëse listat e errta ekzistonin, nëse takimet e fshehura kishin funksion real, atëherë çfarë ishte vënë brenda asaj kasete? Çfarë emra shtoshte ai zëri i tjerë, i dridhur, i friksuar dhe i zemruar njëkohësisht? Dhe mbi të gjitha, pse ajo kaset u zhduk? Ekzistonte një vend tjetër, jashtë skenës, jashtë studios, jashtë kafenes me xham të mjegulluar, ku Enver Petrovci ishte krejt ndryshe nga legjenda publike. Nuk ishte shtëpia e tij familjare, jo. Ishte një dhomë e vogël, marrë me qira në emër të dikujt tjetër, në një ndërtesë pa asnjë interes arkitektonik, lagje e zakonshme, shkallë të errta, dyert e korridoreve gjithmonë të mbyllura. Fqinjet e atij ndërtimi, disa prej të cilëve sot janë 65-70 vjeç dhe flasin me ngurim të dukshëm, tregojnë se zotëria me pallto gri vinte zakonisht natën vonë, herë me ndonjë shoqërues, herë vetëm, dhe nuk shqetësonte kur askënd. Ishte njeri i qetë, thot njëri prej tyre, pa dashur të thot emrin e vet. Por herë dëgjonim muzikë nga ajo dhomë, muzikë të vjetër, serbe dhe rumune, jo shqipe, dhe pastaj heshtje të plotë. Ndonjëherë deri në mëngjes. Çfarë bënte Enveri atje? Cila ishte ajo dhomë e fshehur për të? Ishte strehimi i tij personal nda peset e showbizit kosovar. Ishte vendi ku shkruante, ku mendonte, ku leconte. Apo ishte diçka tjetër krejtësisht? Manifestimi i asaj jete dyfishe, atij dyshemeje së fshehtë që shumë artistë të mëdhenj kanë, vend ku ata mund të jenë njerëzor, të dobët, të lirë nga imazhi i madh që i kishte glabëruar. Njerëzit e atij ti, ata pak që e njihnin atë dhomë, flasin me empati dhe me kujdes. Thonë se atje Enveri mblifte brenda vetes energjinë e shpenzuar, sepse të jesh kaq i madh, kaq publik, kaq i nevojshëm nga të tjerët, është një lloj konsumimi i heshtur. Atje sipas tyre ai leconte, shkruante, dëgjonte muzikë. Dhe herë, dhe kjo është detaj që askush nuk e ka thënë publikisht deri sot, plante me duart e tij drithëra të vogla bimësh në vazo plastike, si të donte të kishte gjallëri rreth vetes. Gjallëri që ai vet nuk mund ta shprehte gjithmonë jashtë. Por ajo dhomë kishte edhe dritare se saj të errta. Sipas njërit prej njerëzve afër tij, disa vizita nuk ishin vetëm të tija. Sipas rrëfimeve të paprovuara, mund të vinin njerëz të caktuar, njerëz me fjalë shumë të rënda dhe afate shumë të shkurtra. Dhe pas atyre vizitave thuhet, Enveri duke i ndryshuar, i tkurrur, sikur kishte lënë diçka prej vetes atje. Detyrimin, premtimin, copën e fundit të lirisë. Ishte një koleg i tij i teatrit, njeri që sot jeton jashtë vendit dhe ka pranuar të flas vetëm me kushtin e anonimitetit të plot.
ai që e tregoi episodin ndoshta më tronditës të asaj faze të jetës. Sipas tij, një mbrëmje, pas mbulljes së stërvitjes, Enveri kishte ndalur te pragu i derës së teatrit, kishte kthyer kokën prapa mbi skenën e zbrazur dhe kishte thënë diçka shumë të qetë, pothuajse me zë të brendshëm. E di pse e dua skenën, sepse këtu njerëzit paguajnë të shohin të vërtetën. Jashtë askush nuk paguan asgjë për të vërtetën. Madje të vërtetën e dënojnë. Kolegu tregon se i qeshi atëherë, duke menduar se ishte filozofi teatrale. Por sot, me vite kaluar dhe shumë gjëra kuptuar, ai thot: ishte lajmërim. Ai e dinte çfarë po i vinte. E dinte shumë herët. Dhe nëse e dinte, nëse Enver Petrovci e kishte kuptuar me atë mprehësinë e tij të frikshme se sistemi kishte vendosur ta kontrollonte, ta frenonte, ta harrojë me kalimin e kohës, atëherë lind pyetja tjetër, e dhimbshme dhe pashmangshme. Ishte dikush afër tij pjesë e atij sistemi pa e ditur ai vet? Kishte dikush në rrethin e tij të ngushtë, dikush që e cuante mik, dikush të cilit ja kishte treguar sekretet e asaj dome të vogël me bim plastike, dikush që ishte gjithkohën jo mik, por instrument. Dhe ky dikush, kush ishte? Dhe a e di ai sot se emri i tij ndodhet ndoshta i shkruar me dorën e dridhur të Enverit brenda atij zarfi të verdh që askush nuk guxoi ta hapte deri në fund? Kjo pyetje nuk ka ende përgjigje zyrtare, por ka njerëz që dridhen kur u drejtohet. Dhe ato dridher i dëgjojmë ne shumë qartë. Kishte një gjë të vogël, pothuajse të papërfillshme, që Enver Petrovci e mbante gjithmonë me vete. Një bixilik i holl prej bakrit të errësuar, me një gur të vogël të kuq në mes, të lidhur me fije të zezë lëkure dhe të lidhur fort rreth kyçit të dorës së majt. Nuk ishte bixilik luksi, nuk ishte arr, nuk ishte argjend. Ishte diçka shumë më e thjeshtë dhe shumë më e rëndë njëkohësisht. Sipas njerëzve afër tij, ai ja kishte dhënë një grua e moshuar nga Gjillani, vite të tëra përpara. Ndërkohë që ai ende ishte aktor i ri, me syze të trasha dhe mantel shumë të madh për trupin e tij. Gruaja i kishte thënë, sipas rrëfimit që qarkullon mes atyre që e njihnin, kur ky bizilik të bjerë vet nga krahu, do të thotë se e ke dhënë gjithçka, do të thotë se je bosh, dhe njeriu bosh nuk ka çfarë të jap më. Enveri kishte qeshur atëherë, por e kishte mbajtur atë bizilik për dekada me radhë, në skenë, gjatë xhirimeve, gjatë natave të gjata të stërvitjeve, gjatë momenteve të vetmisë së thellë. E kishte mbajtur si sekret personal, si linje fundit midis tij dhe botës, si shenje vetme e sinqertë në gjithë atë peizazh të rem që quhet famë. Por pastaj erdhi ajo periudhë, fundi i viteve 90, kur Kosova ishte plagë e hapur dhe kultura po mundohej të ringjallej nga hiri, dhe biziliku u zu her pas here të mungonte. Jo i humbur, jo i thyer, por misteriozo zhvendosur. Enveri e gjente një herë mbi tavolinë, një herë në një jastëk, një herë brenda xhepit të paltos ku ai nuk e kishte vënë kurrë. Bashkëpunëtorëve afër tij u kishte thënë me atë zë të tij të qetë por të ngarkuar: dikush luan me gjërat e mia. Dhe kjo nuk është lojë, kjo është mesazh. Njerëzit e dëgjonin dhe heshtnin, duke menduar se ishte lodhet e moshës, stresi i akumuluar, obsesionet e artistit të madh. Por ka njëri prej tyre, njëri i vetëm, që sot thot me bindje: ai kishte të drejtë, dikush i lëvizte gjërat. Dhe ajo gjë, ajo lëvizje e vogël, ishte formë tronditjeje psikologjike, mënyrë për t'i thënë: ne jemi këtu, ne jemi brenda, ti nuk je i sigurt as në dhomën tënde. Ekziston edhe diçka tjetër, edhe më e çuditshme dhe edhe më e vështirë për t'u verifikuar, por burime të shumta konfluent në të njëjtin drejtim. Thuhet se Enveri, në vitet e fundit para tërheqjes nga jeta publike, kishte filluar t'u besonte disa njerëzve simbol, shenjave, çuarjeve, rastësive të pamundura. Vizitonte her pas here, sipas burimeve afër familjes, një grua të moshuar në lagjen Dardani në Prishtinë, grua e njohur si nën Fatimia, jo si grua fetare por si grua e Mensur, grua e vjetër e kohës që dinte të leconte njerëzit dhe jo letrat. Sipas atyre burimeve, gjatë njërës prej vizitave të fundit, ajo i kishte thënë diçka që Enveri e kishte treguar vetëm njeri, me fjalë të sakta. Dikush nga rrethi yt po flet jashtë. Dikush që e di qellsin e shtëpisë sate, po shkon te dyert të tjera. Enveri kishte heshtur pas kësaj, dhe heshtja e tij, sipas dëshmitarit, kishte qenë heshtja e njeriu që di përgjigjen, por nuk dëshiron ta bëjë të vërtet duke e thënë me zë. A kishte diçka reale pas atyre frikave? A ishin ato shenjat e njeriu të lodhur, apo ishin zëri i intuitës, ai instinkti thellë artistik që sheh shumë herët atë që të tjerët e kuptojnë shumë vonë? Dhe nëse nën Fatimia kishte të drejtë, nëse dikush nga rreti ngushtë i Enver Petrovcit ishte vërtet duke hapur dyert të tjera, atëherë kush ishte ai njeri dhe çfarë u kishte treguar të tjerëve?
Disa muaj para se Enver Petrovci të tërhiqej nga aktiviteti publik në mënyrën e atij heshtjeje të dimshme dhe graduale që të gjithë e vërejtën, por asnjë nuk e kuptoi plotësisht, ndodhi diçka që disa nga bashkëpunëtorët e tij e quajnë sot momenti kthjes. Ai momenti sakt kur gjërat kalluan nga e keqa në të pamundurën. Ishte një mbrëmje fundi vere, sipas rrëfimeve të mbledhura nga ne, kur Enveri ndodhej në ndërtesën e televizionit publik të Kosovës për xhirimet e një emisioni, jo emisioni i madh, jo premier kombëtare, thjesht një program kulturor i rëndomt, nga ato emisionet ku aktorët e mdenj ftohen si nder i shtëpisë. Kishte ardhur herët, siç kishte zakon. Kishte hyrë në domën e grimës me atë qetësitë të tij karakteristike. Kishte ullur bythën mbi karrigen e lehtë dhe kishte pritur. Por 60 minuta para xhirimeve, sipas dëshmitarit okular që punonte atë ditë si asistenti prodhimit dhe sot jeton jashtë Kosovës, hyrën dy njerëz në korridorin e jashtëm. Dy njerëz që asistenti nuk i kishte parë kurrë më parë, me rroba jo televizive, me ndejen e njerëzve që janë të zakonshëm të hyjnë kudo pa pyetur. Njëri prej tyre doli dhe i tha asistentit me ton shumë të qetë, shumë administrativ, "Na duhet pak kohë me zotëri Petrovçin, privatisht." Asistenti thot se deshi t'u thot jo, por ka diçka në mënyrën si flasin ata njerëz që bën jon të duket krejtësisht e pamundur. Ata hyn brenda, dera u mbyll. Asistenti mbeti jashtë në korridor, me stilolapsin e tij të prodhimit dhe pa asnjë ide se çfarë po ndodhte brenda. Thot se dëgjoi zëra, jo bërtima, jo grind, por zëra të ngritur, atë tension të pakëndshëm kur biseda bëhet negociat dhe negociata bëhet shantazh. Pas 20 minutash sipas tij, dera u hap dhe dy njerëzit dollën pa thënë fjalë. Asistenti hyri të shikonte. Enveri ishte ullur ende në karrige, me sytë ngullur jo në pasqyrë, por diku jashtë pasqyrës, diku ku pasqyra nuk arrinte. Dhe me zë shumë të ulët, me atë zë që asistenti nuk e harroi kurrë, ai kishte thënë vetëm: "Mos më pyes asgjë. Thuaj ju se jam gati, dhe sill diçka të ngrohtë të pi." Emetimi u bë. Enveri doli para kamerave me atë profesionalizëm të paprekur, buzëqeshi, foli, u durua publikut siç kishte bërë gjithmonë. Asnjë shikues nuk do të kishte mundur të dinte. Asnjë shikues nuk pas e pas asaj buzëqeshje ndodhej diçka e tyer, diçka shumë e lodhur, diçka që kishte dhënë dorën e fundit, por nuk donte ta tregonte botës. Asistenti i prodhimit, njeri i vogël, njeri i padukshëm nga ata që sistemi i haron vetvetiu, nuk foli për atë mbrëmje për shumë vite. Frikën e kishte pasur, por edhe respektin e madh, nuk donte ta shihte Enverin të duke i dobët. Por sot, me vite kaluar, thot: "Unë nuk di kush ishin ata njerëz, por di shumë mirë si duket fytyra e njeriut kur i thuhet diçka që ai nuk dëshironte ta dëgjoj kurrë." Dhe fytyra e Enver Petrovçit atë mbrëmje ishte pikrisht ajo fytyrë. Ndoshta ishin zyrtar të zakonshëm me kërkesa burokratike, ndoshta ishin njerëz nga ata qarqe pa emër që operojnë me sartit dhe pushtetit. Por pyetja mbetet: çfarë i than ata dy njerëz Enver Petrovçit brenda asaj dhome, pas asaj dere të mbyllur, 60 minuta para se ai të dilte të buzëqeshte para kamerave? Dhe pse pas asaj mbrëmjeje, ai filloi të largohej gjithnjë më shumë nga jeta publike, si njeriu që ka kuptuar se çmimi i prezencës ka bërë ndryshim dramatik dhe ai nuk është më i gatshëm ta paguajë. Ka një gjë të cilën publiku shqiptar e di fare pak, dhe që institucionet kulturore të Kosovës dhe Shqipërisë nuk e kanë nxjerrë kurrë zyrtarisht në dritë. Dhe kjo gjë ka të bëjë me atë që ndodhi pas skenës, pas kamerave, pas buzëqeshjeve të gjata dhe pas trokitjeve të shumta. Atë që ndodhi kur Enver Petrovci filloi të zbehej, jo si artist, por si person i mbulluar, i mbrojtur, i vlerësuar nga shteti. Ishte shoferi i tij, një njeri modest me emrin Xhavit, i cili e kishte shoferuar Enverin për rreth 7 vjet, gjatë periudhës kur RTK dhe Teatri Kombëtar ja kishin vënë në dispozicion makinën zyrtare. Ai njeri që e pa gjithçka nga selia e pasme e asaj makine dhe mbajti gojen mbyllur me dekada, sepse shoferi, siç thot ai vet, nuk ka qenë asnjëherë pjesë e historisë, vetëm mjet i saj. Xhaviti ka pranuar të flasë vetëm një herë, me kusht anonimiteti të plot, dhe ajo bisedë, sipas burimeve tona, ka prodhuar detaje të cilat janë njëkohësisht banale dhe tronditse. Banale sepse janë gjërat vogla, por gjërat e vogla janë ato që tregojnë madhësinë e plagëve të mëdha. Tronditse sepse askush nga ata që e shihnin Enverin në ekran nuk do ta kishte imagjinuar kurrë. Xhaviti tregon se kishte raste kur Enveri hidhej në makinë pas provave të teatrit dhe nuk fliste asgjë për 20-30 minuta të tëra, jo nga mendjemafësia, jo nga mërzia, por nga një lodhje tjetër, lodhja e njeriu që ka dhënë tër veten dhe tani nuk ka asgjë të thosh. Herçante, thot Xhaviti me zë shumë të ulët, jo fort, jo me zë, vetëm me lot të heshtur.
syt nga dritarja. Unë pretendoja se nuk shikoja, dhe ai pretendonte se nuk qante. Kështu bënim të dy. Por ato lot kishin arsye të ndryshme në momente të ndryshme. Herë ishin lotët e artistit pas shfaqjes së bukur, ato lot të mira, pastër, të plota. Herë ishin lotet e tjetër lloji. Kur Enveri kishte marrë lajmin se kërkesa e tij për banesë shtetërore kishte mbetur pezull për të tretin vit radazi, kur i kishin thënë se pensioni i tij artistik nuk do të përfshi kategorinë speciale, kur kishte kuptuar se ngjarjet jubilare kombëtare planifikoheshin pa emrin e tij, si nga harresa, si nga pakujdesia, por me atë lloj pakujdesie shumë të rregullt dhe shumë të vazhdueshme që nuk mund të jetë rastësi, unë dija çdo ktes të jetës së tij artistike sepse dija çdo rrugë të Prishtinës që ai bënte, thot Xhaviti. Dhe mund të them me siguri, kishte periudha kur ai kthehej nga takimet me zyrtarët e kulturës, si njeriu që ka shkuar të kërkojë bukë, vesh kthyer me buzëqeshje bosh. Ata i kujtonin madhështinë e tij, por nuk ja respektonin jetesën e tij. Kishte edhe një detaj tjetër, shumë konkret, shumë i dhimbshëm, që Xhaviti e tregon me ngurimin e njeriut që e di se po tyje një tabu. Kishte ditë kur Enveri dërgohej me makinë zyrtare, me makinën e institucionit kulturor, me fllamurin e shtetit të vogël mbi stekër, për të blerë nga tregu i lagjes bukë dhe djath dhe vaj ulliri, sepse frigoriferi i tij ishte bosh dhe paga kishte vonuar muaj të tërë. Makina e shtetit, flamuri i institucionit kulturor dhe brenda saj njeriu që kishte përfaqësuar dinjitetin e kombit, duke blerë të mbijetuar me lekët e bllokuar nga llogaria e ngrirë e pensionit të tij artistik. Nuk ka fjalë, thot Xhaviti. Kam shoferuar ministra dhe kam shoferuar aktor, por kur nuk u ndjeva aq keq sa ato ditë kur Enverin e çoja te tregu i Dardanis, sepse institucionet e kishin harruar të paguhej. Kur nuk u ndjeva aq keq dhe aq i turpëruar se shtet. A i dini ju që e keni parë Enver Petrovçin duke mbajtur kombin mbi supe, duke dhënë fytyrën dhe shpirtin për çdo rol, a i dini sa kosto personale kishte ajo dhënje, dhe a i dini se kush ia mori atë kost pa e pyetur kurrë nëse donte ta paguante. Për 25 vjet, ajo grua nuk kishte dhënë asnjë intervistë. Emrin e saj e kishim fshirë nga kronikat, nga fotografitë zyrtare, nga ato dokumentarët e shkurtër që televizionet publike i bëjnë her pas here për artistet e mdenj. E kishim fshirë me atë kujdes metodologjik me të cilin sistemi fshin gjërat që nuk i konvenojnë. E cvanim shoqja e keqe, ndikimi negativ, ajo që nxori rrugës, dhe ajo heshtje kishte mbajtur siguri rënd mbi gruan, mbi familjen e saj, mbi të vërtetën e saj. Por tani, me kalimin e dekadave dhe me ndjesin se e vërteta po zhduket bashkë me dëshmitarët e fundit, ajo pranoi të ulej para kamerave. Ishte plakor bukur, me flok të bardh dhe sy të prerë qartë, dhe kur filloi të fliste, zëri i saj nuk kishte dridhje, kishte vetëm qetësinë e frikshme të njeriut që ka pritur shumë gjatë dhe nuk ka më asgjë për të humbur. Emrin e saj nuk mund ta themi plotësisht, ajo e ka kërkuar vetë, por mund të themi se ishte artiste, regjisorja e re e skenës në fund të viteve 80, njëra nga ato gra të rralla që kishin hyrë në botën e teatrit kosovar, duke sjellë ide të reja dhe duke sfiduar mënyrën e vjetër të punës. Kishte bashkëpunuar ngushtë me Enverin për rreth 4 vjet, gjatë asaj periudhe intensë dhe të fryqshme, kur ai ishte në majën e fuqisë së tij artistike. Dhe ajo që ajo tregon tani, ajo versioni ngjarjeve që institucioni kulturor ka heshtur me kujdes, e rindërton gjithçka. Sipas saj, Enver Petrovci kishte mundësinë reale, jo teorike por praktike, të nisë karrierë ndërkombëtare në vitet 90. Kishte pasur kontakte me agjenci të huaja kulturore, kishte pasur ftesa konkrete nga festivale teatrale në Vjenë dhe Lubjan, dhe kishte pasur një letër specifike nga një institucion kulturor austriak, e cila i hapte rrugën drejt bashkëprodhimeve ndërkombëtare. Ajo letër, sipas pretendimeve të saj, mund të ketë kaluar në përduart e disa zyrtarëve para se t'i arrinte Enverit, dhe kur i arriti, kishin kaluar 6 muaj nga data e saj, 6 muaj në të cilët mundësia kishte skaduar, afati kishte kaluar, dhe njerëzit e tjerë kishin marrë vendime në emrin e tij. Ai nuk e dinte, thot ajo me qetësi tronditse, ai nuk dinte se ai zarf kishte ekzistuar ndonjëherë. E mësoi shumë vonë, me rrugë ansore, nga goja e dikujt që nuk duhej të fliste. Dhe kur e mësoi, nuk bërtiti, nuk qau, nuk u zemrua me zë, vetëm uli sytë dhe tha: "Kështu duhet të ketë qenë." Kjo frazë, "kështu duhet të ketë qenë", është ndoshta fraza më e dhimbshme e gjithë kësaj historie, sepse nënkupton njeriu që ka pranuar shkatërimin e vet të hershëm si fakt të natyrës. Dhe ju pyesim, nëse Enver Petrovci e kishte kuptuar se mundësia e tij ndërkombëtare ishte vjedhur, jo rastësisht, por me vendim, atëherë kush e kishte marrë atë vendim dhe me çfarë të drejtë? Por historia e asaj gruaje nuk mbaroi me letrën austriake. Ajo vazhdon.
Dhe aty ku vazhdon, bëhet edhe më e errët. Sepse ajo grua, ajo regjisorja e re dhe e guximshme, ishte gjithashtu njeriu i vetëm që kishte parë me sytë e saj çfarë po ndodhte brenda trupit të Enver Petrovcit, jo me syrin e artit, por me syrin e njerëzores. Atë shikim të thjeshtë dhe të drejtë për drejtë që ka miku ku shikon mikun dhe e njeh me instinkt. Tregon se rreth vitit 93, gjatë periudhës së tensionuar të krizës politike dhe kulturore në Kosovë, Enveri filloi të ndryshonte fizikisht në mënyrën që ajo nuk mund t'i atribuonte vetëm stresit. Ai kishte humbur peshë, por jo peshën e atletit ose të njeriut të disiplinuar. Peshën e njeriut që ha keq ve gjum pak. Fytyra e tij, ajo fytyrë e famshme me planin e fortë dhe sytë e thellë, që kishin mbushur postera dhe ekrane, kishte marrë atë ngjyrë griu lliri të lehtë që mjekët e njohin shumë mirë, dhe artisti mundohej ta mbulloj me grim dhe buzëqeshje. I thosha, shko te mjeku, thot ajo. Jo si grua shqetësuese, por si mik. I thosha, Enver, diçka nuk shkon. Trupi yt po flet dhe ti nuk po e dëgjon. Dhe ai qeshte atë të qeshurën e tij karakteristike, të butë dhe pak melankolike, dhe thoshte: do ta shoh pas turneut, gjithmonë pas turneut, gjithmonë pas xhirimeve, gjithmonë pas ngjarjes tjetër, gjithmonë pas detyrës tjetër. Sepse sistemi nuk e linte të pushonte. Dhe kjo është qelësi i gjithë tragjedisë fiziologjike të Enver Petrovcit. Jo se ai nuk donte të kujdesej për veten, por se nuk kishte kohë, nuk kishte lej, nuk kishte njeri mjaft të fuqishëm që t'i thoshte institucioneve, ky njeri ka nevojë të pushojë, ky njeri ka nevojë të shërohet, ndallni turneun. Dhe nëse kishte njeri që mund ta kishte thënë atë, ai njeri zgjodhi të heshtë. Vizita e parë mjekësore, e domosdoshme dhe e vonuar shumë gjatë, nuk u bë kurrë publike. Diagnoza e vërtetë e gjendjes shëndetësore që Enveri po kishte gjatë viteve të fundit të aktivitetit të tij intensiv, mbeti e fshehur, e zhvendosur, e formuluar me gjuhën diplomatike të raporteve mjekësore institucionale, që nuk thon shumë dhe nuk fsheh pak. Por burime afer familjes tregojnë se gjendja e tij ishte shumë më serioze se çfarë ka ditur publiku ndonjëherë, dhe se ai kishte vazhduar të punojë, të xhironte, të hidhej në skenë, të dukej i shëndosh dhe madhror para kamerave, ndërkohë që trupi i tij po luftonte betejë që ai nuk i tregonte askujt. Ekzistonte edhe diçka tjetër, shumë specifike dhe shumë tronditse për ta dëgjuar. Sipas burimeve tona, kishte raste kur grimierja e teatrit, një grua e moshuar me duart e arta dhe me zemrën e madhe, siç e përshkruajnë ata që e njihnin, dilte nga dhoma e grimës me fytyrën e ndryshuar dhe nuk fliste me askënd gjatë gjithë ditës. Kur kolegët e tjerë e pyesnin se çfarë kishte ndodhur, ajo thoshte vetëm: asgjë. Punë. Por disa prej tyre e kuptonin, asaj e kishte dashur shumë kujdes dhe shumë stres grimi të shtuar për të bërë fytyrën e Enverit të dukej ashtu siç publiku e priste, i shëndosh dhe i gjallë dhe madhrosh. Trupi po e tradhtonte, por skena kërkonte iluzionin e përjetshëm. Dhe megjithatë, pavarësisht gjithë kësaj, institucionet kulturore vazhdonin të caktonin xhirime, vazhdonin të planifikonin eventi, vazhdonin ta shfrytëzonin emrin dhe fytyrën e tij si kapital simbolik kombëtar, pa pyetur asnjëherë çfarë po i kushtonte atij njeriu konkret, atij trupi konkret, ajo dhënie e pafundme. Ju pyesim, a nuk kishte askush në ato institucione, asnjë drejtor, asnjë anetar bordi, asnjë koleg me autoritet që e shikonte dhe thoshte: mjaft, ky njeri ka bërë shumë, ky njeri meriton kujdes. Tani vjen ai dokument i cilin shumë e kanë dëgjuar të përmendet me zë të ullët nëpër korridoret e teatrit dhe televizionit kosovar, por të cilin asnjë institucion nuk e ka konfirmuar dhe asnjë arkiv nuk e ka nxjerrë zyrtarisht. Një kopje e pjesëve të tij, jo e plot, jo e verifikueshme plotësisht, por me detaje shumë specifike dhe shumë konsistente me gjithçka tjetër që dim, ka arritur përmes rrugëve indirekte tek njerëz të besuar që kanë pranuar të flasin. Sipas asaj kopjeje, bëhej fjalë për një marrëveshje të viteve 90. Jo kontratë standarde artistike, jo marrëveshja normale mes artistit dhe institucionit, por diçka shumë më e ndërlikuar dhe shumë më e rëndë. Bëhej fjalë për një dokument me 6 pika të shkruar me gjuhën juridike të kohës, gjuhë e thatë, e ftohtë, e neutralizuar. Por ku çdo pikë, kur lecohej me kujdes, kishte pasoja jashtëzakonisht konkrete mbi lirinë e Enver Petrovcit si person dhe si artist. Pika e parë kishte të bënte me të drejtat mbi regjistrat ekzistues dhe ato të ardhshme. Një formulim i tillë i gjerë dhe i papërcaktuar, që sipas interpretimeve juridike mund të nënkuptonte çdo gjë nga intervistat e thjeshtë televizive deri te e drejta e shfaqjes publike. Pika e dytë
dhe kjo është ajo që burimet tona e theksojnë me forcë të veçantë, kishte të bënte me koordinimin e detyrueshëm institucional para çdo kontakti me mediat e huaja ose institucionet ndërkombëtare. Me fjalë të thjeshta, para se Enveri të fliste me ndonjë gazetar të huaj, para se të marrte ndonjë ftesë nga jashtë, para se të komunikonte me çdo institucion kulturor ndërkombëtar, ai duhej të koordinojë, të merrej leje, të kallonte nëpër filtrin e atyre që kishin nënshkruar atë marrëveshje. Kjo pikë e dytë, nëse ishte reale, nëse dokumenti ekziston ashtu siç thuhet, shpjegon gjithçka. Shpjegon letrën austriake që mbërriti me 6 muaj vonesë, shpjegon mungesën e bashkëprodhimeve ndërkombëtare, shpjegon pse Enver Petrovci, me gjithë atë talent dhe gjithë atë famë rajonale, mbeti brenda kufive të ngushtë institucional, ndërkohë që artistet të tjera me gjysmën e talentit të tij udhtonin nëpër festivale europiane. Nuk ishte mungesë mundësie, ishte pamundësi organizuar me kujdes. Pika 6 e fundit e atij dokumenti kishte formulimin ndoshta më të rënditës prej të gjithave, formulim që burimet tona, formulimi i pikës së 6, tingëllonte diçka si: gjatë periudhës së kontratës dhe pas përfundimit të saj, palla e parë miraton çdo deklaratë publike të pallës së dytë mbi çështjet institucionale dhe profesionale. Me fjalë të thjeshta, por pa asnjë zhvendosje semantike, Enver Petrovci nuk mund të fliste publikisht kundër institucionit. Nuk mund të ankojë, nuk mund të tregonte. Dhe nëse fliste, goja e tij kishte pasoja juridike. Ishte kontrata e heshtjes. E lidhur me bulona ligjore. Dhe ai e kishte nënshkruar, sipas burimeve, e kishte nënshkruar sepse alternativa kishte qenë diçka edhe më e keqe, humbja e statusit, largjimi nga teatri, fundi i karrierës. Kishte zgjedhur zinxirin e artë ndaj lirisë bosh. Dhe ata që ja kishin ofruar atë zgjedhje e dinin shumë mirë se çfarë do të zgjidhte. Sepse artisti i madh, njeriu i kombit, nuk mund të zhduket. Nuk mund të shpalet armik. Nuk mund të hidhet jashtë dritash. Ai duhet të kontrollohet, duhet të administrohet, duhet të mbahet brenda kornizës ku sistemi e shikon, e shfrytëzon dhe e harron me radhë. A është e mundur, ju pyesim, që ky dokument ekziston ende i fshehur në ndonjë sirtar institucional, në ndonjë arkiv të pazbulluar, me emrat dhe nënshkrimet mbi të? Dhe nëse ekziston, kush ka qelsinë e atij sirtari? Kemi pritur shumë kohë para se ta tregojmë këtë, jo nga frika, por nga respekti ndaj njeriut dhe ndaj familjes së tij, sepse ca gjëra janë shumë të dimshme për t'u treguar me nxitim. Por historia e plotë e Enver Petrovcit nuk mund të kuptohet pa këtë copë. Copën e fshehur, copën e zezë, copën që shpjegon atë shprehjen e tij të fundit publike, atë buzëqeshje të lodhur dhe të distancuar, ato sy që shikonin kameran sikur e shikonin nga shumë larg. Ishte viti 2002. Teatri po planifikonte një prodhim jubil, 20 vjet nga premiera e njërit prej shfaqjeve më të rëndësishme të repertorit kosovar, shfaqje në të cilën Enveri kishte luajtur rolin kryesor dhe kishte marrë lavdet e të gjithë kritikëve dhe dashurinë e gjithë audiencave. Një festim i madh, një ngjarje kombëtare, me pritet të vinin artistë nga gjithë rajoni dhe gazetar nga mediat kryesore. Ishte momenti i duhur, momenti logjik, momenti ku sistemi mund të kishte thënë: po Enver Petrovci, ne e njohim kontributin tënd dhe ky jubil është edhe yti. Por nuk ndodhi kështu. Sipas burimeve tona nga brenda institucioni kulturor. Burime akoma aktive dhe akoma brenda sistemit, prandaj kërkojnë anonimitet absolut, Enver Petrovcit ju tha disa javë para ceremonisë se roli i tij në prodimin jubil do të riinterpretohet nga një aktor më i ri, sipas drejtimit artistik të ri të prodhimit. I lejohej të ishte i pranishëm si mysafir nderi, si dekor, si krena e vjetër e cila ekspozohet në vitrin, por nuk prek asgjë. Sipas njërit prej burimeve, Enveri kishte marrë lajmin telefon. Kishte heshtur për një moment të gjatë. Atë heshtje që të gjithë e njihnin, heshtja e tij para fortunës, dhe pastaj kishte thënë vetëm: e kuptoj. Jo pyetje, jo protest, jo zemrim, vetëm ato 2 fjalë: e kuptoj. Me atë thellësi të frikshme të njeriu që e ka kuptuar shumë kohë përpara, por ka pritur konfirmimin zyrtar. Por ajo që ndodhi pas, dhe kjo është pika ku historia bëhet kulmimi i gjithë linjës së errët, e tregon dikush tjetër, jo burim anonim, por njeri me emër e fytyrë, njeri prej atyre bashkëpunëtorëve të tij, të cilëve ai ua kishte besuar mendimin e tij të vërtetë. Ai tregon se 2 ditë pas atij telefonate, Enveri e takoi vetë njerin prej drejtuesve institucional, njerin prej atyre njerëzve që kishin firmosur ato dokumente, që kishin menaxhuar atë karrierë nga hija, që kishin qenë gjithmonë miku i besuar dhe mbështetësi i paprekur.
E takoi jo zyrtarisht, jo në zyrë, por rastësisht, ose sa s'dukej rastësisht, në korridorin e teatrit. Ve sipas tij, ky drejtues institucional, ky njeri që Enveri e kishte quajtur mik për 22 vjet, ky njeri të cilit i kishte treguar sekretet e kafenes me xham të mjegulluar, ky njeri që kishte qenë gjithmonë aty me fjalë mbështetëse dhe shpatulla të hapur, i kishte drejtuar fytyrën tjetër kur ishte afruar Enveri, kishte marrë shpejtësinë, kishte marrë drejtim tjetër, kishte hapur derën e zyrës së tij dhe kishte hyrë pa kthyer kokën. Pa fjalë, pa shikimin sy për sy. Sikur nuk e kishte parë, sikur nuk e kishte njohur. Sikur 22 vjet bashkëpunimi dhe miqësie kishin qenë gjithkohën vetëm investim institucional. Ve tani investimi nuk ishte më rendiment dhe duhej likuiduar pa shumë ceremoni. Bashkëpunëtori tregon se Enveri kishte ndaluar në mes të atij korridori, i gjatë, i ndriçuar mirë, me fotografi të mëdha të aktorëve historik të teatrit mbi muret, dhe kishte qëndruar aty pa lëvizur për disa sekonda. Pastaj, kishte kthyer syt nga fotografia e tij e varur mbi mur. Ajo fotografia e rinis, ajo fytyra e viteve të para, e gjallë dhe pa grim, dhe kishte buzëqeshur me atë buzëqeshje të çuditshme, jo e lumtur dhe jo e trishtueshme, por ajo buzëqeshje e njeriu që ka kuptuar punchline-in e një shaka shumë të keqe. Ishte si të shikojë njeriu momentin kur lashon, thot bashkëpunëtori me zë të ngjirur. Kur njeriu kupton se nuk ka më çfarë të mbajë dhe vendos të mos mbajë. Jo kapitullim, por diçka shumë më e qetë se kapitullimi. Vendimi që historia do ta kujtojë ndryshe nga sistemi. Ajo ditë, ajo moment në korridorin me fotografi, ajo buzëqeshje e heshtur para fotografisë së vet të rinis, kjo ishte kulmi i tradhtisë. Jo ndonjë akt dramatik, jo konfrontim publik, jo skandal i madh. Vetëm njëri ktheu fytyrën dhe tjetri qëndroi vetëm në mes të korridorit. Por ata pak sekonda, ato pak sekonda të heshtura, thon shumë më shumë se çdo fjalë gjatë. Dhe tani pjetja e pashmangshme, ajo pjetje të cilën e mbajnë të gjithë brenda por nuk guxojnë ta thonë, nëse ky mik i 22 viteve ktheu fytyrën dhe i ku, çfarë kishte bërë ai gjatë atyre 22 viteve me gjithçka që Enveri i kishte treguar, gjithçka që i kishte besuar, gjithçka që kishte hyrë nëpërmjet tij te ato sirtare dhe ato lista dhe ato dokumente. Dhe si ndiheni ju sot, duke ditur se ndoshta forca e asaj tradhtie ushqehej pikrisht nga afërsia e madhe, nga besimi i plot, nga dashuria që artisti i madh kishte për njeriun që ai quante mik. Por historia e Enver Petrovçit nuk mbaroi me atë kthim fytyrës në korridorin me fotografi. Mbërritje dhe kapitulli i fundit rryvesh. Ai kapitulli ku legjenda refuzoi të pranoj haresën dhe tentoi kthimin. Dhe ky kapitull, megjithse ndoshta më i dhimbshëm, tregon për njeriun në madhështi të vërtet, jo madhështinë e flamurit dhe spektaklit, por madhështinë e atij që ngrihet sërish edhe kur e di se rënia e fundit do të jetë e fortë. Ishte rreth vitit 2004, sipas burimeve tona, kur Enver Petrovci filloi të flasë me njerëz të afërt, artist, regjisor të rinj, produes të pavarur, për një projekt. Jo projekt nostalgji, jo retrospektiv, por diçka krejtësisht e re, e guximshme, e pa precedent për moshën dhe gjendjen e tij. Një shfaqje teatrale autoriale, e shkruar nga ai, e drejtuar nga ai, me gjuhën e tij dhe historinë e tij. Nuk donte riprodhim të lavdis, donte punë të re. Donte të provonte se ishte akoma gjallë artistikli, se trupi mund të dobësohej, por vizioni artistik ishte i paprekur. Kishte gjetur bashkëpunëtor të rinj, disa me emër, disa pa emër, ende por me energji të jashtëzakonshme, dhe kishte filluar të punojë me intensitet që kishte befasuar të gjithë ata që menduan se Enveri kishte vendosur të heshte përfundimisht. Dikush që punoi me të gjatë asaj periudhe tregon. Në ato prova fillestare kur flisnim për materialin dhe ai leconte paragrafet e tij me atë zë, kishte moment kur ne të gjithë ndanim me njëjta ndjesi. Ky njeri ka edhe për shumë kohë, ky njeri ka akoma gjëra për të dhënë. Por pastaj, hap pas hapi, me atë metodologji të njohur tashmë, filluan pengesat. Vendi i provave u jep institucionit tjetër. Financimet e planifikuara nuk mbërrinin. Njerëzit e premtuar largoheshin me justifikime të zbehta, me telefona të papërgjigjur, me takime të anulluara në minutën e fundit. Një regjisorje tjetër e re, të cilën ai e kishte ftuar për projektin e ri, u thirr nga drejtori i teatrit dhe sipas burimeve u tha, jo me urdhër të drejtë për drejtë, por me atë ton institucional shumë të njohur, se pozita e saj do të shqyrtohej nëse projekti vazhdonte. Ajo rapre logjikës se mbijetesa e saj profesionale ishte më e rëndësishme se besnikëria ndaj një vizioni artistik. Enveri e kuptoi. E kuptoi se sistemi kishte vendosur që edhe ktimi i tij duhej bllokuar, jo sepse projekti ishte i keq,
por pikrisht sepse ishte i mirë. Sepse njeriu i harrueshëm duhet të mbetet i harrueshëm. Sepse legjenda e rilindur cenon narrativen e legjendës së kaluar, dhe sistemi ka nevojë për muzeumet, jo për artistët e gjallë dhe aktiv. Kishte pasur edhe një moment të fundit, moment që disa e njohin dhe pak e tregojnë, kur Enveri kishte shkruar me dorën e tij të gjatë dhe të thyer letër drejtuar institucionit kulturor kryesor, letër ku kërkonte, jo lutej, por kërkonte, me dinjitetin e njeriu që e di se ka të drejtë, mbështetje për projektin e tij. Letër e formuluar me respekt, por e mbushur me dhembje, e qartë dhe e drejtë, pa retorik të kota. Askush nuk ju përgjigj kur asaj letre. Sipas burimeve tona, letra u mor, u lecuan nga njerëzit e duhur dhe u vendos në sishtarinë e çështjeve të pezulluara, nga ku, sipas traditës institucionale, çështjet e pezulluara nuk dalin kurrë. Projektu braktis, jo me vendim të tij, por me heshtje sistematike të tjerëve. Dhe Enveri pas asaj braktisje u tërhoq gradualisht nga gjithçka publike, jo me akt dramatik, por siç zhduket drita kur fshihet ngadalë, pa moment të sakt, por me rezultat të pashmangshëm. Ai kishte tentuar kthimin, kishte pasur energji, vizion, vullnet dhe bashkëpunëtor besnik. Por sistemi i kishte vendosur kufit, dhe ata kufi nuk kishin kapi të shikueshme, por ishin po aq reale sa muri që mentos. Dhe tani, ndërkohë që dëgjojmë gjithë këtë, lind pyetja e fundit e kësaj pjese. Ajo pyetje të cilën e lë hapur jo si retorik, por si akuza reale ndaj sistemit dhe ndaj ne të gjithëve si shoqëri. Nëse e kishim ditur atëherë, nëse e kishim ditur se Enver Petrovci po tentonte kthimin dhe sistemi po e mbyllte derën pas dere, a do të kishim bërë diçka? A do të kishim dalë? A do të kishim folur? A do të kishim qenë ata njerëz që meritonte t'i kishte anash? Apo do të kishim qenë sërish siç jemi kaq shpesh, thjesht shikues të heshtur ndaj tragjedisë së njeriut ton të madh? Kishin kaluar vetëm disa javë nga braktisja e projektit të fundit, por ata që e njihnin Enverin nga afër thonë se ato javë duken sikur kishin gjeshur brenda tyre 30 vite harese. Sikur gjithë ajo kohë e papaguar në sistemi kishte ardhur menjëherë si faturë e vonuar me kamat të rëndë. Dhe pikërisht në atë moment, ku shumica e njerëzve do të kishin zgjedhur të heshtnin dhe të zhdukeshin me dinjitetin e plagosur, u zbulua diçka që ndryshoi kuptimin e gjithë historisë. Vetëm 5 njerëz e dinin të vërtetën e plotë. 5 njerëz kishin hyrë dhe dalë nga ajo dhomë e vogël e mbledhjeve në katin e tretë të ndërtesës, ku operonin strukturat administrative të sektorit kulturor. Dhe 5 njerëz kishin rënë dakord me atë që sot, me distancën e kohës, mund të quhet vetëm me një emër: pakt cinizmi. Ishte një mëngjes i fundi prilli, diku ndërmjet vitit 2002 dhe 2003, sipas burimeve tona, kur ata 5 njerëz u ullën rreth trezës, jo me proces verbal, jo me minuta zyrtare, jo me asgjë të shkruar. Sepse ato gjëra që nuk shkruen janë shumë më të rrezikshme se ato që shkruen, dhe vendosen fatin e Enver Petrovcit me atë qetësi administrative me të cilën institucioni vendos për çështje të tjera banale. Mes atyre 5 njerëzve ndodhej mjeku i tij, ai mjek institucional, njeri i besuar, i cili dinte saktësisht gjendjen shëndetësore të Enverit, dinte kufizimet e tij fizike, dinte çfarë do të thotë për ato trup i lodhur edhe një sezon i rënd pune. Ndodhej edhe menaxheri kulturor, ai njeri i kujdesshëm dhe i zellshëm, i cili kishte menaxhuar turnet, kontaktet dhe kontrata me pallët e jashtme. Ndodhej edhe një drejtues i lartë institucional, ai njeri me titull dhe me fucin në shkrimi. Dhe ndoveshin edhe 2 të tjerë. 2 njerëz të cilët burimet tona nuk arrin të identifikojnë plotësisht, por të cilët sipas gjithçkaje që dim, kishin interes financiar direkt nga vendimet që do të merreshin në atë dhomë. Ata 5 njerëz ranë dakord për 3 gjëra shumë konkrete. E para, gjendja shëndetësore e Enverit nuk do të bëhej publike, jo sepse ai e kishte kërkuar konfidencialitetin, por sepse publiciteti i gjendjes shëndetësore do të kishte shkurtuar ciklit të shfrytëzimit të emrit të tij. Emri i tij si aktor i shëndetshëm dhe aktiv vlen shumë më shumë se emri i tij si aktor i sëmurë dhe i tërhequr. E dyta, projekti i ri artistik i tij, ai projekti guximshëm i shkruar me duart e tij, me vizionin e tij të paprekur, duhej bllokuar jo me vendim zyrtar, por me metodën e njohur të heshtjes selektive dhe bllokimit pasiv të burimeve. E treta, dhe kjo është ajo që burimet tona e theksojnë si gjën më të rëndë, të drejtat mbi regjistrat e tij historik. Intervistat, filmimet e shfaqjeve, materialet audiovizive do të administroheshin nga institucioni, me formulimin e atij dokumenti të famshëm të nënshkruar vite më parë, pa përfshirjen e Enverit dhe pa kompensim të drejtë për të.
Ata 5 njerëz, pasi ranë dakord, dolën nga ajo dhomë dhe vazhduan ditën e tyre të zakonshme. Drejtori shkoi te takimet e tij. Mjeku ktheu në ambulancë. Menaxheri ju fut telefonatave. Dhe Enver Petrovci, i cili ndodhej atë ditë diku tjetër, duke lehtësuar, duke punuar, duke menduar se miqtë e tij ishin gjithë ata njerëz profesionale besnik, nuk dinte asgjë. Nuk dinte se fati i tij artistik dhe mjekësor po vendose patë, me qetësinë e pronarit që vendos për pronën e tij. Por kishte një të gjashtë, njeri që kishte dëgjuar, që kishte qenë pa dashje dëshmitari asaj mbledhjeje për shkak të zyrave ngjitur dhe mureve të hollë, njeri i padukshëm nga sistemi, punonjës i thjesht administrativ me arsim të lartë dhe me ndërgjegje të papërmbitur. Ai njeri mbajti gojën mbyllur për vite. Edhe ai, si shumë të tjerë, i burgosur nga frika e humbjes së vendit të punës, nga kalkulimi i thjeshtë i mbijetesës. Por sot, me gjithçka të ndryshuar, ai flet, dhe kur flet, zëri i tij është i qetë dhe i vendosur. Unë dëgjova çdo fjalë dhe kam vuajtur çdo ditë që mbajta gojën mbyllur. Por di diçka të sigurt, ata 5 njerëz nuk i interesonte arti. Atyre u interesonte kontrolli. Dhe Enveri ishte pikërisht ajo gjë që ata duhej të kontrollonin, sepse nuk mund ta zvendësonin. Pra tani pyetja bëhet shumë konkrete dhe shumë personale. Ju që e keni dashur Enver Petrovcin, ju që e keni parë duke mbajtur mbi supe fytyrën dhe shpirtin e kombit. A i kishit imagjinuar ndonjëherë se 5 njerëz rreth një trijeze pa asnjë fjalë të shkruar kishin vendosur rrjedhën e fundit të karrierës dhe shëndetit të tij, me atë indiferencë administrative me të cilën vendoset për kontratat e mirëmbajtjes dhe buxhetet e vogla? Por historia e asaj pakti të 5 njerëzve nuk ishte e vetmja që kishte lidhje me fatin e Enver Petrovcit. Kishte edhe diçka tjetër, diçka shumë më personale, shumë më e vimshme dhe shumë më e vështirë për t'u treguar. Diçka që ka të bëjë jo me sistemin abstrakt, jo me institucionet bezdisëse, por me një njeri konkret, me emër dhe fytyrë, me të cilin Enveri kishte ndar kafe dhe kuptime dhe sekrete të vogla njerëzore. Ky ngjeri ne do ta quajmë besim, jo sepse kjo është emri i tij i vërtet, por sepse besimi është pikrisht ajo gjë që ai shit. Kishte qenë pranë Enverit për gati 15 vjet. Jo si koleg, jo si drejtues institucional, por si miku i ngushtë, ai miku i vjetër që frekuenton shtëpinë, që di ku qëndron qelësi i rezervës, që mund të telefonojë gjithnjë dhe të gjendet gjithnjë. Ai lloj njeriu të cilin artisti i madh e quan familja që zgjedh vetë ndaj familjes që i cakton fati. Besimi dinte gjithçka, dinte projektin e ri, dinte letrat e padërguara, dinte ato momentin e plangut në makinën e Xhavitit, dinte emrat e njerëzve të cilëve Enveri nuk u besonte dhe dinte edhe më mirë gjendjen shëndetësore të tij reale. Dhe pikrisht kjo njohuri, ajo njohuri e fituar nëpërmjet besimit të vërtet dhe miqësisë së sinqertë, u bë armë. Sipas burimeve tona, besimi kishte kontakte të rregullta me njërin prej atyre 5 njerëzve të trijezës. Jo kontakte zyrtare, jo takime formale, por kafe në her pas here. Biseda të shkurtra, shkëmbime informacioni me atë gjuhën e lehtë dhe jo zyrtare të njerëzve që kanë interes të përbashkët pa dashur të aton hapur. Çfarë kalonte nëpërmjet atyre bisedave? Sipas atij personit të gjashtë, ai dëgjuesi inadvertenti asaj mbledhjeje fatale, informacione shumë konkrete. Kur Enveri ishte duke tentuar kontakte ndërkombëtare, kur ishte në periudhë dobësie shëndetësore, kur po punonte me njerëz të rinj për projektin e ri. Me fjalë të thjeshta dhe pa asnjë ambiguitet. Besimi kishte informuar. Kishte sjell lajme nga doma e brendshme, nga bisedat private, nga ato momente kur Enveri, duke besuar se ishte i sigurt me mikun e tij të ngushtë, tregonte gjëra që sistemi kishte interes t'i dinte. Jo me para, tregojnë burimet. Jo saktësisht me para të drejtë për drejta, por me diçka po aq të vlefshme në atë mjedis, me mirëkuptim institucional ndaj interesave të tij të vogla, me mbyllje sysh ndaj disa çështjeve, me ato favorete heshtura që sistemi i ofron atyre që bashkëpunojnë dhe i refuzon atyre që nuk bashkëpunojnë. Kur Enveri e kuptoi, dhe nuk e kuptoi menjëherë, as lehtë, as pa rezistencë të brendshme ndaj së vërtetës, sipas njerëzve afër tij, kaloi nëpërmjet asaj fazës të tmeshme që kalon çdo njeri kur zbulon tradhtinë e atij që ka besuar. E para, mohimi, bindja se kishte keq kuptim, se nuk mund të ishte e mundur, se miqësia e vërtet nuk mund të jetë rreme. E dyta, zemrimi i thellë dhe i heshtur, zemrimi ynë i brendshëm. Ky lloj dembjeje që nuk bën bërtim sepse ka hyrë shumë thellë për të dalë me zë. E treta, dhe kjo është ajo faza që vetëm njerëzit me madhështi të vërtet të shpirtit e arrin. Qetësia e trishtueshme dhe e plot, ajo qetësi që nuk është pajtim me tradhtinë, por është kuptimi se tradhtia tregon shumë më shumë për atë që tradhtoi, sesa për atë që u tradhtua.
Sipas njerëzve më afër tij, Enveri nuk e përball besimin kur drejt për drejt. Nuk e foli, nuk e akuzoi, nuk bëri sken, por e largoi nga rrethi i tij me atë mënyrën karakteristike të tij, gradualisht, me temperatura të ullura, me telefona gjithnjë më rrallë, me 2 fjalë atje ku kishte qenë 40. Dhe besimi, sipas njerit prej burimeve afër familjes, e kuptoi se kishte kuptuar. Por asnjëri nuk foli, dhe kjo heshtje dyfisht u bë muri i fundit mes tyre. Bashkëpunëtori i ngushtë i Enverit, ai njeri me emër të vërtet i cili ka pranuar të flas hapur, tregon se vetëm një herë Enveri i kishte referuar besimit pas atij largjimi gradual. Vetëm një herë dhe vetëm me këtë. Ka njerëz që ti do dhe të duan. Ka njerëz që ti do por nuk të duan. Dhe pastaj ka ata njerëz që nuk ti do dhe nuk të duan, por e bëjnë si të donin. Ky lloj fundit, ai është lloji i rrezikshëm, sepse ti nuk e zbulon deri kur ka mbetur shumë pak kohë. Kjo frazë, e thënë pa emër, pa akuza, pa identifikim të drejt për drejt, ishte ajo fraza me të cilën Enver Petrovci mbyllën ciklin e tradhtive. Dhe ju që e dëgjoni tani, ju pyesim. A e njihni ndonjë besim në jetën tuaj? Dhe nëse e njihni, a keni pasur guximin që Enveri e kishte, guximin e largjimit dinjitoz pa sken dhe pa bërtim? Ndërkohë, jashtë atyre dramave personale dhe institucionale, jeta vazhdonte. Vazhdonte me atë brutalitetin e thjesht me të cilin jeta vazhdon gjithmonë, pa pyetur nëse janë gati aktorët e saj dhe pa pritur derisa pllagët e vjetra të jenë shëruar. Dhe ajo që ndodhi me pasurinë dhe trashëgimin materiale të Enver Petrovcit, atë dimension shumë konkret dhe shumë toksor i jetës së çdo njeriu, tregon ndoshta me qartësinë më të madhe se si sistemi e trajton artistin. I totje kombëtar kur ka nevojë për të, dhe e lë me frigorifer bosh kur nuk ka më. Gjatë dekadave të karrierës së tij, Enver Petrovci kishte krijuar diçka. Jo pasuri të madhe, jo llogaritë shumë shifrore të artistëve të showbizit perëndimor, por ato gjërat e vogla dhe të dukshme që tregojnë se njeriu ka punuar dhe ka pasur të vetën. Disa koleksione librash dhe tekstesh teatrale, të cilat I kishte mbledhur me kujdesin e bibliotekarit të devotshëm, regjistra audio dhe video të shfaqjeve dhe xhirimeve të tij që shkonin deri në fillimet e karrierës, korrespondencë shkruar me dorë me kolege dhe artist nga I gjithë rajoni dhe materialet e projektit të tij të fundit të pabotuar, ato fletë të shkruara me dorën e tij, vizionet, dialogët, idealet artistike të mbledhura me gjithë fuqinë e mendjes dhe shpirtit të tij. Por pas tërheqjes ndaj jeta publike, sipas burimeve afër familjes, gjërat filluan të zhdukeshin. Jo tërësisht, jo një herë, por me atë metodën e njohur tashmë, ngadalë, me arsye banale, me justifikime administritavi. Regjistrat audio dhe video kaluan në administrimin institucional. Formulim ky që mund të nënkuptojë gjithçka nga ruajtja e sigurt deri te zhdukja e kontrolluar. Disa prej materialeve të projektit të fundit, ato flet me dorëshkrim, sipas njërit prej bashkëpunëtorëve, u morën për shqyrtim nga një punonjës institucional dhe nuk u kthyen kurrë. Bibliotekat e tij, ato libra të vjetur dhe të dashur, u donuan sipas një vendimi të papranuar nga familja. U donuan institucionit kulturor pa kohë pas tërheqjes së tij, me atë formulimin e vakët juridik që fsheh dhunën e padukshme administritativ. Dhe pastaj pas gjithçkaje, erdhi momenti I bilancit financiar. Ai moment kur numrat tregojnë realitetin me brutalitetin e tyre absolut, pa eufemizma dhe pa diplomaci. Pensioni I tij artistik, ai pensioni kategori speciale për kontribues të jashtëzakonshëm kultural, I premtuar me fjalë dhe I vonuar me akte, llogaritej me metodologjinë e kategorive të ulta. Kontributet e tij dekadat e tëra, numri I shfaqjeve, numri I filmimeve, vlera e pamasë e simbolizmit kombëtar që ai kishte mishruar, asnjëra prej tyre nuk gjente pasqyrim proporcional në shifrat finale. Sipas burimeve tona të besueshme, kishte vite kur pagesa mujore nuk arrinte shuma ekuivalente me pagën e një punonjësi të thjeshtë administrativ. Njeriu që kishte mishruar dinjitetin kombëtar çdo herë kur dilte para kamerave, njeriu për të cilin shteti I thoshte botës, ky është artisti ynë, ky është fytyra jon, ky njeri merrte nga I shtet çdo muaj shumën me të cilën shteti e vlerëson kontributin e tij konkret. Pak. Por diçka tjetër, edhe më specifike dhe edhe më tronditse, del kur pyesim ata pak njerëz që dinin nga afër gjendjen e tij financiare gjatë viteve të fundit. Kishte koleksion I vogël, I çmueshëm, disa objekte të artit popullor, disa rekuizita historike teatrale të cilat I kishte mbajtur nga shfaqjet e mëdha të karrierës, dhe disa fotografi origjinale dhe dhurata nga artistë të huaj me të cilët kishte bashkëpunuar. Koleksion ky jo I vlerës financiare të madhe në treg, por I vlerës simbolike dhe historike të paqmueshme. Ky koleksion, sipas burimeve afër familjes,
U administrua edhe ai, copa me justifikime të ndryshme institucionale dhe personale, u zhduk me kalimin e viteve, pa inventar, pa proces verbal, pa shpjegim të kënaqshëm. Bashkpunëtorja e tij e besuar, ajo regjisorja me flokë të bardhë që kishte folur me qetësi tronditse kur pyetet për pasurinë e mbetur pas tij, ndalon për një moment, shikon diku jashtë kamerave dhe pastaj thot diçka shumë të thjeshtë dhe shumë të tmeshme njëkohësisht. Njeriu që kishte pasuruar kulturën tonë me gjithçka që kishte, me çdo vit, me çdo rol, me çdo orë energjie, u shpërblye me zbrasti. Shteti mori gjithçka prej tij dhe i la gjithçka të tij. Dhe kjo nuk është metaforë, kjo është dokumentacion financiar i dhimbshëm. Ve tani kur dini se ku shkoi kontributi i tij dhe ku shkoi rikompensimi i tij, pyetja bëhet shumë e drejtpërdrejtë dhe shumë e rëndë. Kush mbajti llogarinë e asaj transaksioni gjigant mes artistit dhe shtetit? Kush llogariti ato bilanc e pa rezultatin dhe vendosi se ishte i pranueshëm? Dhe a janë ata njerëz sot ndokund, duke marrë pension të tyre, duke jetuar me ndjesinë se kanë bërë punën e tyre siç duhej? Tani jemi te fundi. Tani jemi te ai moment ku historia kalon nga dokumentimi i dhimbshëm te pjetja e madhe. Pjetja me të cilën ne, si shoqëri, duhet të qëndrojmë sy për sy, pa mundësinë e ikjes dhe pa luksin e indiferencës. Enver Petrovci largoi nga jeta publike me atë buzëqeshje të fundit. Ajo buzëqeshje që e kishte mësuar si mjet pune dhe mbajti si mburoi gjatë gjithë viteve. Dhe prapa asaj buzëqeshje ndodhej gjithçka që kemi treguar. Listat e errëta, mbledhja e 5 njerëzve, tradhtia e besimit, kontrata e heshtjes, zarfi i verdh me kasetën e humbur, fytyra e ktyer në korridor. Ndodhej gjithçka nga ato nata në makinën e Xhavitit me lotët e heshtur, frigoriferi Bosch dhe makina zyrtare dërguar te tregu i Dardanis, projekti i braktisur dhe letra pa përgjigje, koleksioni i zhdukur copa. Por ndodhej edhe diçka tjetër brenda asaj buzëqeshje, diçka që sistemi nuk arriti kur ta marrë, edhe pse mori shumë gjëra tjera. Ndodhte dinjiteti. Ndodhte vetëdia e qartë se çfarë kishte dhënë dhe çfarë i kishin marrë, dhe ndodhte zgjedhja e vetëdijshme për të mos u kthyer në viktimë të ankimit të përjetshëm. Njeriu mund të marrë gjithçka, pronën, karrierën, miqt, shëndetin, mundësitë e ardhshme, por nuk mund të marrë gjykimin e brendshëm, vetvlerësimin e thellë, dijen e brendshme se çfarë ishte e vërtetë dhe çfarë ishte rrem. Ndërkohë ata 5 njerëz e asaj tryeze, ata 5 njerëz që kishin vendosur me qetësi administrative fatin e tij, vazhduan karrierat e tyre. Disa dolën në pension me nderimet e duhura institucionale, disa u promovuan. Asnjëri nuk dha llogari publike për atë mbledhje, për atë pakt, për atë vendim të marrë pa prezencën e atij për të cilin vendosej. Sistemi i mbroi, siç sistemi mbronte ata që i shërbejnë besnikërisht, me atë mbrojtje të heshtur dhe efikase që nuk la gjurmë dhe nuk la regjistrim. Dhe besimi, ai miku i rremi pas 11 viteve sipas burimeve tona, vazhdoi të shfaqej her pas here në ngjarje kulturore, të flas me ngrohtësi rreth mikut të tij të matë Enverit, të pozoj në fotografi me njerëz të rinj dhe të tregoj anekdota të bukura nga kohët e mira. Nuk e di, ose nuk tregon se e di, nëse Enveri e kishte kuptuar. Ndoshta nuk e di. Ndoshta e di shumë mirë. Por ajo fytyrë e tij, ato fjalë të ngrohta në intervistat e herpashershme, ato buzëqeshje të gjera kur pyetet për miqësinë e tij me legjendën, ato janë diçka që historia do ta gjykojë me standardin e vet, pa ndërmjetësinë e ndjesisë personale. Projekti i fundit i Enverit, ai projekti guximshëm dhe i braktisur, nuk u realizua kurrë. Materialet e tij, ato flet me do shkrim, janë zhdukur nëpërmjet atyre mekanizmave institucionale që kemi përshkruar. Por ata pak njerëz që lexuan faqet e tij, tregojnë se brenda atyre faqeve ndodhej diçka jashtëzakonshme, një zëri artistik i paprekur, i freskët, i paprazur nga mosja ose nga sëmundja, një mendim dramatik i lartë dhe i lirë, një vizion teatral që do të kishte qenë ndërmjet punëve më të rëndësishme të karrierës së tij. Sistemi e vrau atë projekt pa e ndërruar asnjë fjalë, thjesht duke mos i dhënë hapësirë dhe kohë. Por edhe kur gjithçka e tjera ishte marrë, materiali, mundësia, shëndeti, miku i rrem, mbeti ajo gjë e vogël dhe e rëndësishme, memoria. Memoria e atyre audiencave që e kishin parë dhe nuk harruan. Memoria e bashkëpunëtarëve të sinqertë, atyre shoferit Xhavitit dhe regjistores me flokë të bardhë dhe asistentit të prodhimit dhe të gjashtit dëgjuesi asaj mbledhje. Memoria e kopjuar me dorë, e kalluar me zë tullët, e mbajtur gjallë me atë kujdesin me të cilin mbahen gjërat që sistemi do t'i fshi, por nuk mund t'i fshi plotësisht, sepse janë bërë mishi i shpirtit kolektiv. Zarfi i verdh me kasete, ai zarfi i famshëm me shkrim Dore Dridarake, sipas burimeve të fundit tona ndodhet akoma. Jo nëpërmjet institutit, jo nëpërmjet sistemit,
por nëpërmjet njërit prej atyre njerëzve besnik, njërit prej atyre të padukshmeve të historisë, njërit prej atyre që sistemi i harron, por historia i kujton. Kaseta është akoma e papërsëritur publikisht. E vërteta e shkruar mbi të me laps të kuq, e vërteta që nuk guxuan ta dëgjojnë, mbetet akoma, me atë kuptimin e saj të dyfisht. E vërteta që sistemi nuk guxoi dhe e vërteta që ne si shoqëri nuk guxuam ta dëgjojmë kur kishim kohë. Por tani, pas gjithë shkaje, pasi kemi dëgjuar gjithë këtë, pasi kemi parë fotografinë e atij njeriu të madh me buzëqeshje të lodhur dhe sy të distancuar, dhe dinjitetin e paprekur edhe kur gjithçka tjetër ishte prekur, tani lind pyetja me të cilën ju lëm juve të vendosni. A ishte Enver Petrovci viktime sistemit, apo viktime heshtjes son kolektive? A e tradhtoi vetëm shteti, apo i tradhtuam edhe ne, duke mos pyetur kur kishim mundësi, duke mos kërkuar llogari kur kishim zë, duke pranuar buzëqeshjet e tij të fundit pa pyetur se çfarë fsinin ato buzëqeshje? Sepse ndoshta shteti dhe sistemi janë diçka abstrakte dhe të largëta, por ne, publiku, admiruesit, ata njerëz që deshën dhe ndoqën dhe cuanin të veten, ne jemi shumë konkret. Dhe kjo pyetje e fundit dhe e vështirë, është jo për Enverin, por për ne. Miqtë tu, ju që keni dashur Enver Petrovçin dhe jeni rritur me artin e tij, me zërin e tij, me fytyrat e personazheve të tij të cilët janë akoma gjallë brenda jush, tani dëgjuat gjithçka. Tani dini si e trajtoi sistemi njeriun që mbajti mbi supe dinjitetin kombëtar. Tani dini për pakon e 5 njerëzve, për tradhtinë e mikut të rrem, për materialet e zhdukura, për projektin e vrar pa fjalë. Dhe tani dëshirojmë ta dim mendimin tuaj. A ishte Enver Petrovci viktime e sistemit dhe atyre që e rrethuan, apo kishte edhe vetë një pjesë të fajit në fatin e tij? Shkruani mendimin tuaj në komente. Për ne, njerëzit që bëjmë këtë kanal, është shumë e rëndësishme të dimë si e kujtohet Enveri në qytetin tuaj, në lagjen tuaj, në familjen tuaj. A flasin akoma për të? A i njohin të rinjtë emrin e tij? Nëse ju ka prekur kjo histori, nëse ndjeni zemrim, dhembje apo ndjes kombëtar të turpës dhe detyrimit, shtypni pëlqimin si shenjë vogël e respektit ndaj atij njeriu të madh. Dhe abonohuni, sepse kemi akoma shumë histori të fshehura, shumë të vërteta të heshuara, shumë emra legjendar të trajtuar nga sistemi sikur nuk ekzistonin kurrë. Historia e Enver Petrovcit nuk është rast i izoluar, është fytyrë e sëmundjes tonë kolektive. Dhe ne do të vazhdojmë ta tregojmë, zë pas zëri, emër pas emri, derisa ata që duhet të dëgjojnë të mos kenë ku të ikin.